Miq, ja ku jemi rikthyer në këtë pjesë të katërt e të fundit pasi shijuam muzikën e jashtëzakonshme të Robert Zguros edhe që më ka futur në një gjendje shpirtërore të papar sot, personalisht besoj edhe violën. Më rash e qeri, hapa bono. Dhe kur bie sheqeri ne e dim gjithmonë një croissant bono. Ose kaq na mban zëmbër. Gjaxhi Berti, siç të thot Viola aty. Me notin si e? Shkëlqyer, me notin edhe me hedhjet, me saltrot. Mirë, se i tha Gjaxhi Berti do bëjmë gar noti kur takohemi në verë, po me shumë mundësi ti ma merr mua. Ma merr sepse je peshmelet. Edhe je fizikisht më fit, kështu që. Ja. Po ma merr o buri do, po ta them unë që ma merr. Se për hedhje ma merr, po them. Je shumë i vogël ti nga mua te. Thua prapë, Në not ma merr ti. Po në hedhje ma merr ti, kështu që do dalim barazim. Apo ja. Ore në not ua marr unë që s'di fare. Ti na e merr se ty të lëm vet, nuk diskutohet ai. Ti e ke fituar ndeshjen. E ke fituar. Di. Po s'di aq mirë. Për çfarë do flasim tani? Na tregoj çik për atë jetën që bëni atëherë si të rinj në Tiranë me këngë. Këtu ku e lam, nga liçeni e me te sportist të favorizuar deri diku për kohën. Ishit në qendër të vëmendjes. Po, patjetër. Po shok me Sandër Kondon, me shtagistin. Çamo ke me Sandrin. Dilni Giron Tiranë, ç'a bënit? Ishte ç'a vitesh ishin ato? Giron Tiranë 83, 84, 85. 83, 85 përpara se të vdiste diktatori. Po. Diktatori vdik në 85 në prill. 15 prill. 11. Ama çka ka menduar? Në 15 u varose. Çka ke menduar vërtet kur vdiq Enver Hoxha? Po vërtetën, se ti ke qenë rebel për kohën. Do bëhet më mirë se apo Si? Do bëhet më mirë se apo Kush? Po Shqipëria, do të thënë situata, po do shkojë më mirë se kishte vajti çik varfëria, një çik gjëra kështu, e ke parasysh. Apo ti s'mendoje që kishte varfëri? Asnjëherë Shqipëria s'do bëhet mirë. Po pse o buri thot? Se kështu jemi të gatuar. Shqipëria s'u bë as me Skënderbeun. Si është ajo? Ajo shprehje që e kemi ne. O ba lot të hëngër tënja se e ke të keqen brenda. Kështu është Viola. Ai Konica ishte ministër në parlamentin e Zogut. Dhe u çuan mes parlamentit. E thot Shqipëri të kam vjerë, s'të kuptova dot një herë. Dhe kërciti dhe iku. Ashtu tha edhe Gjergj Fishta. Atë Fishta e tha ndryshe, ta marrë vesh gjithë bota mbar që sot të tutjes jam mo shqiptar. Edhe kërciti dhe iku. Po ti u riktheve Shqipëri, për shembull. Unë në Shqipëri kam qenë tërkohë në shketi. Se Greqia që është, nuk është Shqipëri. 80% janë shqiptar, janë rovarintas. E vërtet. Në Shqipëri kam qenë tërkohë. Megjithatë ti, shiko, nuk më duket se je shumë pesimist. Shiko, muzika, angazhimi artistik, fakti që je i palodhur, këndon e nuk rresht. Mua më lë të kuptoj që nuk je pesimist. Pesimist nuk jam i malluar për muzikën e bukur shqiptare. Kam mall për muzikën e bukur shqiptare të këndojnë në Shqip. Ti lën o mamica. Pa na nxorën nga shinat. Këtë drejtë. Patjetër më. Pak tekste të bukura shqiptare. E vërtetë. E po mirë tani se do bëjnë edhe çikën komerciale. Do tunden ndonjë çike, për shembull. Çfarë kuptimi, çfarë përcjell ajo këngë? Mamicën unë nuk e di ç'është një herë. Po shiko. Del Çilieta dhe këndon o ti mamica ku shkon me ato cica. Jo, nuk është Çilieta. Ka qenë Çilieta kjo, po ka pas. Është një korçar tjetër që ne e përshëndesim, Klari Harunin mos gaboj. Po. Çfarë i përcjell ti? Rinis shqiptare. Po një këngë ka tekste shumë të bukura. Siç është ajo, nëse ka mbetur zemra ime brenda teje si dikur nga dashuria. I përcjell diçka. Emocionon. Si ku diun? Sa e bukur jeti mo i qene? Ku diun? Ne ka lezetin e vetë dhe kjo. Ka lezetin e vetë. Ç'është kjo? Ç'a lezetin kam? Të ke qenë bajo. Dashuria për këdhelet mondial nuk.
Sa e bukur, e bukur. Çfarë është dashuria për ty? Unë për shembull që jam 26 vjeç tani, do doja vërtet të dëgjoja nga ty, që i ke kaluar besoj gjitha në jetë, se si e koncepton dashurinë. Dashuria është një lule që duhet ta përkthësh aq avash, se është shumë delikate, dhe ti këndosh aq bukur, se mua më kanë shumica e të dashurave më kanë dashur nga kjo këtu. Nga kjo muzika këtu. Nga gitara. Dhe nga përkthjeljet që unë kam bërë. Ke qenë romantik. Qartazi ti vazhdon një romantik? Po. Qartazi. Quhet ndryshe dashuri. Nuk quhet ndryshe dashuri. Atari quhet urrëtie. Po ti bërtasesh, po të pshash një femër, po të aqellosh një femër. Po. Sa sakrificat është dashur të bësh në këtë jetë? Mendova se the për një femër. Edhe për një femër mund ta përfshijmë, se jo. Shumë herë. 2-3 herë, 4 herë. Për shembull sakrificë. Çfarë quhet sakrificë? Do dal partizan në mal? Po ti se nevojshme. Në mal nuk del dot, por detin e dashurisë me këngë mund ta kalosh. Po. Me këngë, jo me këmbë. Wow, për romantike dhe goni. E shef çam bëre, më bëre edhe mua romantike. Kupton çam më bëre apo jo? Një medalje ari Spartakiadën e vitit 84 në Shkodër. Unë e mora për një shoqen time, për të dashurën. Ja dhe asaj? Po. Pra ja kishe premtuar që unë do marr medalje. Medalje ari, po. Ua, sa bukur. Edhe pa emra, ishte gjimnaste dhe ajo, kampione në klub Partizanit. Ishim shok të mirë, duheshim, edhe... Po ku ka më bukur? E bukur kjo. Po shumë e bukur, jo me gjithmonë shumë e bukur. E hoqa medalje nga qafa ime dhe ja fala. Bëu dhe ti vitin tjetër i thash kampione. Po ti je kampionja e zemrës time. Fantastike. E bukur. Shumë e bukur, megjithëse. Ora kam pasur vlerë gjëra. Shumë e bukur. Ora miqi kam mbyll këtë punën se po do dëgjonin Bertin. Rob lart e poshtë nuk do ma varnin më, e kupton, po shqyri ka mbyll këto punë Berti. Si ishe këto marrëdhëniet e dashurisë mes të rinjve sot? E kanë humbur ato vlerat e emocioneve, tyre gjërave që vërtet bëjnë sens, sot flasin për goca që i duan çunat me lek, e gjëra të tilla si këto që i dëgjojmë kurdoherë. Po që në momentin që është pirshur arti dhe sporti, të gjitha kanë humbur. Dhe ajo ka humbur, dhe ajo vlerë ka humbur. E vërtet është. Ku e sheti Shqipërinë pas 10 viteve? Prandaj unë ndjeva kaq mirë këtu sot, sepse dashuria nuk është vetëm që të duhet një mashkull me një femër. Po, patjetër. Jo, sigurisht. Njeriu dashuron dhe pemën, dashuron dhe detin, dashuron dhe malin, dashuron dhe ato që ai ka dëshirë, kitarën, patinazhin, akullin. Por nëse do t'i vendosje një emër, pra do t'i jepi një rol njerëzor kitarës në jetën tënde, çfarë do ishte për ty kitara? Është ajo, çat jetë më. I ke vendosur emër apo thjesht si e quan ti, se besoj është dashuri. Ka nga ata që quajnë jo gruaja, jo dashnorja, jo mike më e mirë. Është ajo, unë me atë fle. Me atë fle vërtet? Okej. E vëdhe atje. Te ajo, mbaj kështu, gushe. Ja, këtë s'besoj që e bën, apo e bën vërtet? Po tjetër. Ple me gitarën? Ua. Si ua? Ne o fle me gitarën. Se duket ka që pa. Ka ndonjë gjithë keke? Më nga që unë kam jam fle, hapem si yll kur fle dhe nuk e perceptoj dot që të më zën hapësirë. Nuk do mundesh ato ta pranoja. Po ti e yll edhe kur nuk hapesh, jo kur hapesh. Ua, more gon, po ç'ke more gon sa njëri e bër. More Berti se ç'a më bëre apo jo. Më bëre edhe mua romantik sot. Ja, më ndikove me serenadat e tua me gjithë. Jo, unë gjeta një ambient kaq të bukur sot këtu. Unë s'kam qenë asnjë në studio. Jam vetëm live të rjetën time. As kjo është studio, se këtu live jemi. Po.
Se studio kjo, s'kam vën kufje në vesh, s'kam vën kompjuter që të këndoj. Jam live, me kitarën time dhe kaq. Të kap ndonjëherë frika mos të lë zëri. Jo. Ja, s'ka ka frika kur për këto? Jo. Nga e diti që do ta kesh zërin gjithmonë mirë. Po e di se më ka dhënë ai lart. Po jo, se ka raste nga ti këndon shumë, unë kam parë. Jo, ai më thot prap që vazhdo. Jo, po të them këtë që unë të kam parë një mbrëmje ne ashtu edhe jemi njohur me Xhaxhi Bertin. Patjetër. Edhe thash personazh i tillë patjetër duhet të ketë hapësirën e vet mediatike. Po të pash që ti nuk pije fare ujë pas këngëve. Fare. Jo. Po si a del? As nuk lodhen këto të shkreta korda. Po kur t'jep zoti çati them zotit, pse mi dhe? Jo është përgjigje me saktë pyetjes. Ora mi ka dhënë apo? Mi ka dhënë çati them unë aty. Që ka problemi jo që na lodhet. Kështu që faleminderit. Dhe kjo është e vërtetë apo? Kjo është e vërtetë. Cila është fitoria më e madhe në jetë? E jotja. Po, sporti dominoi çik më shumë te mua. Po, dhe çmimet e para në festival pionerëve mua më pëlqyen shumë, sepse ishin napat e para të mjet. Edhe çmimi i parë me Anita Bitrin me këngën Artimi e Bora më pëlqeu shumë. Dhe gjeniu i madh tani se tani në pleqëri të pëlqejnë më shumë. Ja vërtet është. Që të fitosh vendin e parë të gjeniu i madh është çik. Se aty kishte këngëtar shumë të mirë. Po, Berti, për këtë do të pyesja, kishte këngëtar të mirë atje? Me thënë të drejtën, unë nuk e kam ndjekur, që ti jemi sinqert. Kishte shumë të mirë, jo të mirë. Kishte të mirë. Pra kishte konkurrencë të fortë. Po. Që edhe këngëtar që ti vlerësoje vërtet. Ishin 50 këngëtar. Po. Ishim ndarë në 5 grupe. Po. Nga 10 veta. Që 13 javë koncert. 13 javë janë 3 muaj. 3 muaj e pak. Po. Lodhje, prova dhe në 2 natës. Për ditë. Po, për ditë. Provat. Ti ishe në Tiranë gjithë atyre 3 muajme? Ria te motra. Po. Te kjo i dori sot. Po. Te Doloreza. Sa e mëri bukur? Po. Është besoj ajo motra që Jo. Nuk është ajo që na tregove historinë apo jo. Emër shumë i bukur. Doloreza ka qenë kampione e gjimnastikës, gjimnaste, mjeshtre merituare e sportit. Sot është 72 vjeçe dhe idhet akoma nga Kalaja në Vlorë me saltron. 72 vjeçe plak. Çfarë thua? Edhe unë herë parë që kam patur frikë ka qenë që t'idhem në Kalaja. U hodha nga Sedra, nga Inati. E po se ju vlonjatës, tani e bërë vlonjat me kaq vite sa ke jetuar aty. E keni çik të U hodha 15 vjeçe. Se idhe jo. Tash nga Kalaja ku? Nga te Kalaja poshtë kur fillon zbret, pas zbritur. Kjo 25 vjeçe, unë 15, idhet kjo dhe mos idhe mund të shumë. Pa ju është gjimnast, është dinte. Si idhe, si binte. Po, dinte ishte stërvitër, po. E i këpus një unë të ke kemë da jotë. Po, du me rash shumë e këtë. Bravo, qatë veri. Mundzi, këgravërë, komplet mundzi, gjokë se kontë. Ja, edhe unë e bëra njërat gaf edhe rash me këmbë hapur. Ja, unë se kam prov. Pastaj vajta në bas 3 muesh prap. Vajta në fund të shtatorit, vajta prap, se ke qershor, vajta në shtator prap, u hodha dhe nuk rash me gjokë, se rash bukur, rash në këmë. Resi që duhet. Po, ju që jetoni në Vlorë gjithë vitin, deri kur e vazhdoni plazhin? Në Vlorë, në ato vite, bej plazh, dhe në 10 orë bej plazh. Po tani? Ka mund që bëjnë edhe në 10 orë, dhe ka, po më pak janë. Ka shumë pak. Më pak janë. Kanë ndryshuar korat janë. Jemi bërë më delikat, në? Pa tjetër. Ushqimet janë cop-cop. S'ke ushqimet bio. Po anë njerëzit sanduiqa dhe... Shumë vlaqe. Sa jetë ke jetuar deri tani? Sa jetë të duket ty se ke jetuar? Unë di se sa do jetoj akoma. Nuk di se sa kam jetuar. Se sa kam jetuar, si bajmën, ikën. Bën më njeriu plane pasi kalon një moshë të caktuar, pra në moshën që ti je tani, a vazhdon akoma të kesh ambicie, plane, dëshira për karrierë,
projekte të ardhshme, apo thjesht stopon edhe fillon të pranoj, kjo është jeta ime, unë do jetoj kështu siç jam. Patjetër. E the shumë bukur. Unë do ta bëj jetën siç më vjen përpara, pa plane. Po bëre plane pengohesh rrugës. Je ke eksperiencë të jetuar këtë, po bëre plane pengohesh rrugës? Po, patjetër që pengohesh. Cili është momenti më i vështirë? Jam penguar shumë herë. Jam gjetur lart, kam rënë prap poshtë, jam gjetur prap. Tani. Po cilin do e do rinë ka 2 tash. Mos u gjithë shumë lart. Mirë do e bësh. Nga këto momente, cilin do vlerësoje ti si më të vështirin? Po, e dua një përgjigje te kjo. E dua se ndoshta i shërben dikujt tjetër që mund të jetë duke kaluar një situatë të ngjashme. Tani. Çdo njeri bën si di vet. E para. Edhe kjo është kreta emocion apo dëshira apo shpresat për jetën. Janë këtu brenda dhe lindin vet. Nuk s'mund ti s'ka llogari, s'ka matematika aty. Aty ka zemër, shpirt. Unë më duket se këtë po e bëj akoma, po vazhdoj po e bëj akoma këtë gjë. Këtu jap njerëzve diçka. Si do dohet kujtoni njerëzit? Ashtu si unë ndjej. Ti çfarë ndjen për shembull që njerëzit mendojnë për ty? Këndoj në një lokal që ka 200 veta, 250 veta dhe shikoj nga të parin, nga fëmija i vogël 5 vjeç deri te nëna 70 vjeçe. I shikoj gjithë në sy kur këndoj. A ja u përcjellon atë që duan ata? Dhe çfarë? Dhe kur në fund ata çohen në këmbë dhe më duar trokasin dhe më japin një 50 euro apo 20 euro sa sipas mundësive të tyre, se dikush i pasur, dikush i varfër. Kjo do të thotë që më vlerësojnë. Patjetër. Marr ata fëmijët e vegjël, i mbledh këtu 5 këtej dhe 5 këtej dhe këndoj mos ja prishni ëndrat janë të vegjël shumë. Është bukur mos t'ia prisësh ëndrat. Dhe ti vjen nga një fëmijëri që deri diku ti kanë prishur ëndrat apo? Jo, më jap, përgatitëm dhe çik vetëm se. S'më ka prishur ëndrat njëri. Qëndra, unë qa doja realizova në jetën time. Ka kollaj ti është 13 herë kampioni i vendit. E pra. Sport, s'është kollaj. Ëndër që u realizua. Ishte ëndër, si ishte ëndër, unë se doja, po, ja kjo bëra. Për muzikën e kisha unë. I mbajta që këmëri 2 vëzërve, që më quan të beja mundje, të mi bëni veshët shu, si ariu. Si që pun kësha, unë isha këtu. Kjo më ka ngellu pishme. E pra, po te ka jo e kisha edhe unë. Jo te gitarja, më shumë te pianoa. Te pianoa? Te pianoa? Po. Çfarë më thënë kjo? Gitarën e mësova pa shkollë, pa... Pse i ke mësuar ti biesh pianos? Po. Por pastaj nuk e ke... Po. Po, nuk më qua në shkollë. Më bën mundës. Te këndoj një edhe të bukur dhe të mbyllim. Një sekond, do këndojmë, po prit. Biletën. Po, prit. Dgjoj, e para një herë do t'jap këtë biletën e Cineplexit. Po. Nuk e di ti shef filma, nuk shef filma, si e ke muhabetin me filmat. Kot, shef filmat i në kinema? Gjithë jetën time mund të kem parë mbi 3000 filma. Po ti shif ke filma, valla, pse s'tu? Dhe 2000 romane. Po ti shif, po. Nga Victor Hugo, nga Balzacu, nga Tolstoi. Kështu që kur të ketë ndonjë film që do ta shohësh, kur të ketë ndonjë film që do ta shohësh, do vesh në Cineplex. Po. Do t'rregosh këtë biletën, shko me këtë duash ti, se kjo është bilet dyshe. Po? Ja, edhe sot për shembull, me motrën mund ta marr. Dhe të shohësh një film çat të duash ti, çfarë do ketë në kinema atë kohë që do vesh ti. E shikon me këtë? Po, është pa kohë. Dhe është bilet dyshe, kështu që ta gëzosh, është dhurata nga ne dhe nga Cineplex. Faleminderit keq. Mos e haro, Shumë dhe tani një sekond. Për ta mbyllur. Mos e haro, futen në xhep, lutem, se bën vaki që mund na haron ndonjëri këtu. Çdo më thoje. Unë doja të të pyesja, Viola si këndon? Më thënë, e kuptoj, po... Ta thash ke pari. Aha. Uj, ku po të dinte vujtjet e ti.
O të Gjiberti, po atë ditë I kisha pirë një 3 gota unë. Po merë ti japi në ja 3 tani. Çdo të thotë kjo? Pra ndaj këndoja bukur. Çdo të thotë kjo? Po unë pa pirë një çik nuk këndoj dot. Të veja I voglit të na marri 2 gota të pirë. Do vesh na marrë të ke një gjashi Gjiberti? Po mirë. Ik me na 5 bira për poshtë në aty lekë të Gjiberti. Të Gjiberti se bëjmë shaka. Tani ne duam një këngë për ta mbyllur. Zgjidhe ti se cilën dhe do ta shijojmë të gjithë së bashku. Nuk e di çfarë do të bësh kur në dasëm do të vi. Ti e veshu me të bardha kurse unë kostum të zi. Një letëra jo dërgoj Jeta qaj unë këtë nat 2-3 fjalla jo mi shkroj Mos preso Bë haro A e ti se shdo të sjell Do të sjell një medaljon Që dikur ti ma pa të fëllu E ja mere Jepja ti që ke në krah Eja mere Jepja ti që ke në krah